Në shumë hapësira të gjelbruara të kryeqytetit këtë të enjte u mbollën mira lule përndër të 21 marsit, që shënohet si dita e pranverës e pyjeve. Këtë iniciative morën nxënësit e shkollës Elena Gjika të organizuar nga Drejtoria e Parqeve. E gjitha nisi nga parku i qytetit, aty ku fëmijët e të rritur mblodhen lule. Këto sot kemi ardhur që mi shërby natyrës siç na ka shërby ajo neve për vitet të tëra, për mbjelljen e luleve të ndryshme, ku sot është ndryshe edhe dita ndërkombëtare e pyjeve. Aksioni më pas u bart në lagjen Kolovic. Nxënësit duken të lumtur që po kontribuojnë në pastërtinë e natyrës. Për neve është shumë e rëndësishme si shkollë që me ndiku në ambient mirë që shka ndikuaj për neve, edhe gjithashtu që me mbrojtë sa ma shumë për shkak se ne këto jetojmë edhe krijojmë shumë gjëra, krijojmë shumë memorje të bukura, shumë kujtime të bukura në tokë, edhe mos me rujt do të ishte shumë e tmeshme për neve si shoqëri. Ndërsa krejt në fund lule u mblodhen edhe në parkun e Tokbashqës. Gjithashtu edhe para shtetit Vjosa Osmani përmes një fotografie me lule në Facebook ka uruar ditën e pranverës. Kjo stin do të zgjasë deri më 21 qershor, atëherë edhe kur fillon ajo e verës.